Piktoria Mariana Goxhabelliu ka hapur prej disa ditësh ekspozitën e saj personale në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia në qytetin e Durrësit, me mbi 40 punime të kryera në teknika të ndryshme. Piktoria shpalodh shumë nga bota e saj shpirtërore, kërkimi maksimal i dritës dhe thellimi në misterin e ngjyrave, ku dominojnë ato të fortat, janë boshti kryesor i të gjitha tablove, që ajo sjell për ardarësit dursak. Unë e dua ngjyrën, unë në përgjithësi jetën e shoh gjithë ngjyrë, më pëlqejnë kur janë të gëzueshme, më pëlqejnë kur kam një motiv e shikoj diellin pafundësisht dhe mundohem t'i marr dritën maksimale asaj, të shikoj detin që ka një ngjyrë që lëviz gjithmonë dhe mundohem t'i marr dritën më të bukur që e ka. Në tablot e Goxhabelliut, shpirti dhe identiteti i saj artistik flasin përmes formave abstrakte dhe ngjyrave. Në ekspozit ndodhe dhe një tablo me përmasa të konsiderueshme, 10 me 2.2 metra, të cilën vetë artistja e ka titulluar Epoka. Siç rrëfen vetë ajo, në përfundim të kësaj vepre e realizimi së cilës i mori rreth një vit, Marianës ju duk sikur u zbraz shpirtërisht, pasi një pjesë e përjetimeve të saj personale derdhen nga dora në penel dhe më pas në telajo. Ka qenë një nga punët kur unë e kuptoja që diçka brenda meje zbrazej, dhe unë e para herë kam ndier që unë diçka humbja. Pasi atë gjithë të brendshme time unë kam arritur dhe kam shprehur në këtë tablo. Unë e kam titulluar Epoka. E ka qenë spontane, nuk se e nisa për ta titulluar Epoka, pasi unë këtu kisha bërë rrugtimin e jetës. Ekspozita personale e piktores Mariana Goxhabelliu do të qëndrojë hapur deri më 28 maj.